Për çka njihet ky fshat? Është ky fshati ku ju keni lindur dhe jeni rritur? Ky fshat njihet për blegtori, drejtori. O fshat shumë i madh, ka afër 600 shtëpi para luftës ka thos, tash ka afër 1000 shtëpia. Gjithë janë punëtor, s'mund të ka me shumë të mirë, ka restorantat vet, lokale, furrat bukës. Jeta është e mirë shumë, ka promet në aty, ojra shumë i pastër. E ceket që njihet për blegtori dhe bujqësi dhe me këtë sektor merren edhe me këtë veprimtari merren edhe ju, po sot momentalisht ka blegtor që në fshatin e juaj që sikurse ju kanë ngritur një fermë? Ka blegtor, ka dhe më shumë ka me gjedha, lë, bika, me dele ka ma pak, por që me dele jam one këtu nalë, ke mall tjetër janë në thonë 2-3 shtëpi, mund ka pak për qetë, jeta është e kullos ka sodush, gari pastor. Ne tashmë vetë se jemi në stinën e pranverës dhe ndoshta të themi edhe tokat janë pothuajse të përshtatshme për kullosje, për delet në këtë rast, po sa është pjellore kjo tokë këto e këtij fshati, si e shihni ju? Po shumë pjellore se janë për shembull 2 lumen, vijnë pe fshatit tjetër të poshtë. Atje futën në 2 lumen, ju kanë nervot. Aty bon do shkata mirë xhmon, të grobni kallamuçi. Fasulja, çdo sen është tek këtu pjellore në kjo. Peçis punë aty, ka po mirë 2 lumen vijnë pe fshatit tjetër direkt. Po. Se pëlluin dorë aty nuk shtiren kur. Do të thonë, lumenit janë një nga karakteristikat e fshatit, po diçka tjetër çka ka karakteristikë ky fshat që vlen të përmendet? Po vlen të përmendet se është fshati më ndër fshati më i madh të Shtimës. Ka banuar më shumë të mund rreth territorit të Shtimës. Kem tani por pshojna por reklamisht tani ka është vend turistik. Gjithë të pilë greqeski. Edhe sot do më thënë ka momentalisht goxha një numër të madh të banorëve. Ofër 1000 shtëpive janë domethënë mas lufte. 640 një kon para lufte ku i regjistruan, ofër 1000 janë mas lufte. Fillimet për ta ishin një sfidë më vete, por sot ai ka arritur të kthehet në shembull si një fermer i Zot dhe me një vullnet të madh për punën e tij. Më trego fillimisht se cili është historiku juaj si fermer, si lindi krejt kjo dëshira dhe ideja për të qenë një fermer i këtyre deleve? Po ne me një fjalë tham i du delet. I kam pasion delet. Domethënë shkoj punoj, kam një farë biznesi të vogël në Shtime, po bashkë me akuzoj kuën delet. Një kërë pas këtë një vite këtu, i kry, i qefi, i nreqi, i regulloj konve, i lulloj, luj me tu, me fëmijë, me babë, me nonë, me këtu në fshatri. Të gjithë merreni me to. Kur është ngrit ferma atëherë? Kur e keni ngrit ju fermën e deleve? Fermën e deleve kam ngrit që 3 vite, a lop gjella komod nështë. Lop gjella nështë. Po momentalisht jeni duke u marrë vetëm me dele apo keni edhe lop? Jo, tek moment kam diç dele. Sot për shkak që ma kallaj mi këshyr, i kam trafikuar. Kjo shtëpia është një kushëri i pen, është shumë i respektueshëm. Ka thonë beri lek të sa herë dush, i dëna e pa jetën në Zvicër. Ta kam bashkë kushëre, është shumë mirë. Kthehemi pak vite prapa dhe të nisim të flasim për fillimet, ndoshta me sa krejt dele ke filluar atëherë, krejt në fillim dhe çu kanë qenë ato fillime për ty si fermer që ti marrësh këmbët edhe të vazhdosh. Për momentin një nga thonë të pikofën është një kushëre teme. A e bleti 4 cupa në brët të pujës. Edhe që shumë pëlqen në mund, dhe më hanë në të hanën në treg Lipjan, i ku marrë 9 cupë. Po nuk më të kundi shka në delet, dhe më hanë i ku marrë delet 3 vit.